Gjykata e krimeve të rënda ka dhënë masën e arrestit me burg për Dimitros Harizaj, i akuzuar për trafikim ndërkombëtar të afro 200 kg kokainë nga Kolumbia drejt Shqipërisë. Sipas prokurorisë, i arrestuar e njihet me dy emra, në fillim me emrin Vullnet e më pas për shkak të emigracionit në Greqi, kishte ndryshuar emrin në Dimitros Harizaj. Ai është paraqitur përpara gjykatës për të njohur me masën e sigurisë që prokurori kërkoi të merrej ndaj tij për akuzën e rëndë të trafikut ndërkombëtar të kokainës. Në seancë i arrestuari nuk ka bërë asnjë deklaratë, ndërsa avokati mbrojtës ka mbrojtur klientin e tij duke thënë se ishte vetëm porositë si i vaj të palmës në shtetin e Spanjës dhe nuk ka pasur dieni për sasinë e kokainës që ishte tretur në vaj. Sipas avokatit, Harizaj ka paguar parat për të sjellur në Shqipëri vetëm vaj palme, i cili do të përdorin në një fabrikë në Gjirokastër për prodhimin e ëmbëlsirave, dhe nuk kishte dieni për lëndën narkotike të tretur në të. Në seancën me dyert të mbyllura, prokuroria kërkoi masën e arrestit me burg për të arrestuarin, të vetmin person të arrestuar për këtë trafik. Kërkesa e prokurorisë u pranua nga gjykatësi i krimeve të rënda Fran Prendi.